E mbaj mend atë ditë si një copë qëllqi në gryk. Nuk mund ta gëlltis, por as ta nxjerr. Ishte vera kur mbusha 17 vjeç. Flokët i kisha gjatë deri në mes të shpinës. Dhe një naiv të tillë, sa do t'i kisha zili e ngjojt. Ai ishte 23 vjeç. E kishte mbaruar gjysmën e universitetit dhe punonte si kamarier në lokalin pranë plazhit. E quajm Aj sepse emrin nuk dua ta shkruaj kur. Emrat u japin fuqi njerëzve, dhe ai nuk meriton asnjë fuqi mbi mua. Filloi si gjithë fillimet e këqija. Bukur. Më pëlqente vëmendja e tij. Më pëlqente se si më shikonte kur unë isha me shoqet dhe ai sirte pijet pa ja kërkuar. Një qerek gote birë për mua, megjithse isha e mitur. Rrufe se thot kush, pëshprite ai, dhe unë çështja sikur t'i isha arritur. Sa budallagje janë vajzat 17 vjeçe. Ai nuk ishte i shëmtuar, por as i bukur. Ishte ai lloj djali që të bën të ndihesh e zgjuar sepse ai flet pak. Dhe ne, vajzat, e ngatërojmë heshtjen me thellësi. Sa gabim. Pas 3 javësh bisedash në Instagram dhe takimesh të fshehta pas shkollës, ai më ftoi në shtëpinë e tij. Prindrit e tij ishin në punë. Vetëm për të parë një film, tha. Dhe unë shkova, sepse isha e dashuruar. Ose të paktën kështu më thoshte vetja. Shtëpia e tij kishte erzash dhe rroba të palara. Divani ishte prej kamoshi me njolla. Ulëm aty, afër. Ai zgjati krahun dhe e vuri pas meje. Zemra më rrihte si daule. Mendova, kjo është. Jam grua tani. Por nuk isha grua. Isha një vajzë që kishte lecuar shumë romane dhe kishte parë pak jetë. Filmi ishte i mërzitshëm, një aksion i atyre me zë të lartë. Pas gjysmë ore, ai ma mori celularin nga dora. Përse shikon atë? Shiko mua, tha. Dhe unë e shikova. Buzët e tij erdhën drejt meje. Nuk ishte puthja e parë, por ishte puthja e parë që më linte pa frym, jo nga emocioni, por nga një lloj frike që nuk dija ta emërtoja. Dora e tij filloi të ëndej, mbi këmbë, mbi gjunjë, mbi kofsh. Unë ndala. E mbaj mend atë moment. E mbaj mend sepse aty, në atë sekond, unë isha ende unë. Jo, thash, nuk jam gati. Ai ndaloi, për 3 sekonda, mjaftueshëm sa të më bënte të ndihesha fajtore. E di që do, tha, vetëm se ke frikë. Dhe unë i besova, sepse kjo është gjëja më e rrezikshme që një burr mund t'i thot një vajze. Ti do, por nuk e di akoma. Rrobat filluan të bien, të mijat, jo të tijat. Ai mbeti i veshur. Kjo më dukej e çuditshme, por nuk thash asgjë. Kur je e zhveshur dhe tjetri jo, ti je e pambrojtur. Ai e dinte këtë. Unë e kuptova shumë vonë. Vetëm Majen, pëshpriti ai. Premtoj, vetëm pak, nuk do të dhëmb. Dhe unë rash dakord, sepse fjalët vetëm Majen t'ingëllojnë si një kompromis, si gjysma e rrugës, si një mënyrë për të mos qenë as vajze virgjër, as grua e përvojave. Një vend i askundit. Ai e futi, vetëm Majen. Për disa sekonda nuk ndjeva asgjë. Pastaj ndjeva një pickim, një qarje të vogël, sikur dikush të shtypte një brisk në mishin tim. Prit, pëshprita. Por ai nuk priti, sepse burrat që thonë vetëm Majen nuk e mbajnë premtimin. Ai e futi më thellë, jo plotësisht. Mjaftueshëm. Mjaftueshëm sa të thijente atë që duhej thyer. Mjaftueshëm sa të më bënte të kuptoja se vetëm Majen në gjuhën e tyre do të thot sa të dua unë, jo sa lejon ti. Nuk zgjati shumë, aq sa të më linte aty, me trup të qarë në 2 mënyra. Në pjesën fizike që tani kishte një të qarë, dhe në pjesën tjetër më të thëllën që tani kishte një të qarë edhe më të madhe. Ai u ngrit, vuri pantalonat,
më hodhi një peshqir. Shko lahu, tha, por mos u merzit, nuk e bëm plotësisht. Ti e ende virgjëresh. Këto fjalë. Ti e ende virgjëresh. Si kur virgjëria të ishte një vi magjike dhe ai nuk e kishte kaluar. Si kur ai qëndrim atje, gjysmë brënda, gjysmë jashtë, të mos linte shenjë. Por unë nuk isha më e njëjta. Unë grita. Këmbët më drideshin. Pash gjak në kofshën time. Njole vogël. Por mjaftueshëm sa të më thoshte se diçka ishte grisur. Jo vetëm lëkura. U largova pa thënë lamtumir. Ai as që e vuri re. Ishte ulur në divan, duke ndezur një cigare, duke kërkuar një film tjetër. Sikur unë të kisha qenë një ndërprerje e shkurtër në rutinën e tij. Atë natë nuk fjeta. Qëndrova në dush derisa uji u ftoh. Pastaj u vesha dhe qëndrova në shtrat, duke parë tavanin, duke pritur që diçka të ndodhte. Por nuk ndodhi asgjë. Bota vazhdoi të rrotullohej. Prindrit e mi flinin në dhomën tjetër. Shoqet e mia postonin foto nga plazhi. Dhe unë isha aty, e ndarë në dysh, por askush nuk e shihte. Të nesërmen filloi çmendja. Jo çmendja e atyre filmave, me të qara dhe britma. Jo, një çmendje më e ftohtë, më e heshtur. U zgjova dhe nuk e njihja veten në pasqyrë. Jo se fytyra ime kishte ndryshuar, por syt kishin diçka tjetër. Një shkëlqim të thatë, sikur dikush t'i kishte hequr të gjitha lotët dhe nuk ishin mbetur më. Fillova të bëj gjëra që nuk i kisha bërë kurrë. Mora briskun e të atit dhe rova këmbët 3 herë. Pastaj i lava dhe i rova përsëri. Lëkura ime u bë e lmuar si çëllçi, por nuk ndjeja asgjë. As dhimbjen e prerjeve të vogla që bëra pa dashje, as kënaqësinë të qenit e rreguluar. Në shkollë nuk fola me askënd. Kur mësuesi më pyeti, ju përgjigja me një fjalë. Shoqja ime më e mirë, Arta, më pyeti nëse isha e sëmur. Po, thash, jam e sëmur. Dhe nuk gënjeva. Në darkë, nëna ime vuri re se nuk po haja. Çfarë ke? Pyeti. Asgjë, thash, dhe e mbusha gojen me oricë që nuk e shijoja. Orizi kishte shije letre. Gjithçka kishte shije letre. Fillova të flejas gjatë ditës dhe të rizgjuar natën. Sepse natën, kur të gjithë flinin, unë mund të qaja pa u dëgjuar. Dhe qaja për gjëra që nuk i kuptoja. Jo për të, jo për atë qast, por për vajzën që isha një ditë më parë. Ajo vajzë që besonte se vetëm Majen ishte e vërtet. Pas një jave, filluan makthet. Në ëndrat e mia, ai ishte gjithmonë aty, por jo duke bërë atë që kishte bërë. Në ëndra, ai qëndronte në një cep të dhomës dhe më shikonte. Vetëm më shikonte. Dhe unë mundohesha të bërtisja, por goja ime ishte e qepur, me fije të trasha, të zeza. Zgjoja në mes të natës me zemër të shpejt dhe duar që kërkonin dritën. Ndizja lambën, fikja lambën, e ndizja përsëri. Një ritual që përsërisja 10 herë, sikur drita të mund të largjoja atë që kishte ndodhur. Por drita nuk e largjon. E vetmja gjë që e largjon është fjala. Dhe unë nuk kisha fjalë. Një muaj më vonë pash një postim të tij në Instagram. Një foto me një vajzë tjetër. Të dy qeshin. Në shkrimi, vetëm pushime dhe paqe. E njëjta frazë. Vetëm. Ai e përdorte atë fjalë si një armë. Vetëm një puthje. Vetëm një herë. Vetëm pak. Dhe unë bërtita. Jo me zë, por brënda meje bërtita aq fort sa mendova se do të më shpërtente Kafka. Mora telefonin dhe do t'i shkruaja. Do t'i thosha, e di çfarë më bëre. Por gishtat nuk lëviznin. Sepse çfarë të thuash? Më fute vetëm Majen.
Kjo t'i ngëllon si gjysmë dhune, si diçka që nuk është asgjë. Dhe unë kisha frikë se do të më përgjigjej, po, vetëm Majen, ç'problemi? Dhe ai do të kishte të drejtë. Sipas ligjit, ai nuk më kishte dhunuar. Sipas shoqërisë, unë kisha rënë dakord. Vetëm Majen nuk është për dhunim. Është një zonë gri, një vend ku dhuna fshihet pas fjalëve të vogla. Një vend ku vajzat si unë mbyten në heshtje. Tani, 2 vjet më vonë, unë jam ende këtu, në atë zonë gri. Nuk kam shkuar te psikologu sepse nuk di si ta shpjegoj. Nuk ja kam thënë askujt sepse kam frikë nga përgjigja, por ti e lejove. Dhe ato fjalë do të më vrisnin më shumë se ajo që ai bëri. Sepse vetëm Majen nuk ishte e vërtet. Ai e dinte. Unë e dija. Dhe tani, e vetmja gjë që kam mbetur është kjo çmendje e qetë. Kjo ndjenjë se jam e ndarë në 2 pjesë. Vajza para atij momenti dhe gruaja pas tij. Dhe asnjëra nuk di të jetoj me tjetrën. Kështu që vazhdoj. Fle. Ha. Qesh kur duhet. Bëj detyrat. Dhe natën kur të gjithë flen, ulem në dritare dhe pyes veten. A do të më kishte ndodhur kjo nëse nuk do të kisha qenë kaq naive?